Në Kosovë, autoritetet po shkatrojnë rreth 2400 armë të paligjshme të konfiskuara gjatë vitit kaluar. Ndonse nuk ka shënime të sakta, besohet se qindra mijëra armë dhe municione të paligjshme ndodhen në duart e qytetarëve të Kosovës. Disa analistë thonë se prania e këtyre armëve është një kërcënim serioz për rajonin e Ballkanit, për shkak se ato nuk janë të siguruara mirë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Rreth 2400 armë të lehta të konfiskuara në operacione të ndryshme të policisë janë duke u shkatruar në Kosovë. Shkatrimi i tyre është bërë në kuadër të strategjisë dhe planit të veprimit për kontrollimin dhe grumbullimin e armëve të vogla dhe të lehta. Kosova është pjesë e përpjekjeve të bashkërenduara rajonale të ndërgjegjësimit për problemin e numrit të shtuar të armëve dhe municioneve të ndryshme të paligjshme në Ballkanin Perëndimor. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha tha se armët në duart e gabuara janë të rrezikshme dhe veprimet si ky sotmi janë pjesë e përpjekjeve për të zvogëluar këtë kërcënim. Është një prioritet strategjik për vendet e rajonit, për BE-n dhe komunitetin ndërkombëtar, sigurimi një pasqyre më reale sa i përket ndikimit të akumulimit paligjshëm të armëve të vogla dhe të lehta, dhe po ashtu municioneve të tyre, si dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta me origjinë nga ose tranzit nëpër Evropën juglindore. Zëvendës përfaqësuesja e përhershme e programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Alessandra Rocasalvo tha se në rajonin e Ballkanit armët nuk janë të siguruara mirë dhe mund të përbëjnë kërcënim për publikun. Ajo tha se numri i armëve të paligjshme në duart të qytetarëve të Kosovës përgjatë këtyre 10 viteve të fundit ka rënë dukshëm. In 2003, Small Arms Survey. Në vitin 2003, një sondazh i publikuar për armët e vogla kishte vlerësuar që qytetarët e Kosovës kishin në posedim në mes të 330.000 deri në 460.000 armë të vogla. I njëjti sondazh i realizuar në vitin 2014 tregon se armëmbajtja palije në Kosovë ka rënë në 260.000. Kjo është një hap i madh që kemi bërë përgjatë këtyre 10 viteve, tha ajo. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Naim Rexha, tha se policia arrin të konfiskojë rreth 1500 armë të paligjshme në vit dhe sipas tij është përkushtuar që të largojë armët të paligjshme nga qytetarët. Sepse kjo është elementi thelbësor që i kontribuon rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend. Tashmë, përpos strukturave operative e hedhimore, të angazhuara në luftimin e dukurisë së posedimit dhe përdorimit të armëve të paligjshme, Policia e Kosovës ndërmjet shkatrimit të fundit një vit më parë dhe këtij sot ka ngritur edhe strukturat analitike të gjurmimit të armëve të vogla dhe të lehta dhe ato të ndërlidhjes rajonale ndërkombëtare për shkëmbimin e ndërsjellë të informacioneve që kanë të bëjnë me armët. Armët e paligjshme në duart e civilëve radhiten në mesin e shkaktarëve kryesor të vrasjeve dhe krimeve tjera të rënda në Kosovë. Statistikat e përgjithshme flasin se numri më i madh i armëve kanë mbetur kryesisht nga periudha e luftës së viteve 1998-1999. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.